Në zemër të Tiranës kalon Lana, një lumë që prej vitesh nuk sjell më freski për qytetin. Në ditët e nxehta, bashkë me temperaturat, rritet edhe era e rëndë që vjen nga urat e ndotura që përfundojnë këtu. Një nga lumen që kalon mes për mes kryeqytetit, por që në fakt është një kolektor i urave të zeza, po urave të përdorura të gjithë qytetit. Kjo është për të ardhur keq, se ka kohë të tëra që ka funksionuar kështu, madje për më tepër, tani me rritjen e intensitetit të ndërtimeve, të popullsisë, densitetin e të gjitha, problemi bëhet edhe më magnituda e problemit është edhe më e madhe. Por në Lanë nuk përfundojnë vetëm ujrat shtëpiak. Sipas ekspertëve, edhe bizneset kontribojnë në ndotje, duke sjellë në lumë edhe element kimik. Jo vetëm ujrat që dalin nga tualetet, pra ujrat e zeza që quhen rëndom, po edhe ujrat e përdorura nga çdo njësi apo aktivitet ekonomik që shpeshherë ka edhe ndotës me metale të rënda, pra çan këto lavazho, serviset e makinave, të gjithë këtu shkarkojnë. Përsa për pjesën e mbetjeve të ngurta të plastikëve nuk është Lana më përfaqësuesi, unë do thosha më përfaqësuesi është lumi i Tiranës, lumi i Tërkuzës. Ndotja nuk sjell vetëm erën e pakëndshme që ndihet përgjatë Lanës. Ajo lidhet drejt për drejt edhe me shëndetin e qytetarëve që jetojnë dhe lëvizin pranë saj. Problemi mpret se ka të bëjë me cilësinë e jetës së njerëzve. Pra është një lumë që është lehtësisht i aksesueshëm nga kushdo, në çdo kohë, ndoshta edhe nga fëmijët që e kanë njohurinë më të pakët edhe mund të kontaminohen, mund të infektohen në mënyrë shumë të shpejtë. Nga ana tjetër është pjesa e aromave që çliron. Pra janë ato aromat e gjeosminave, aromat e mbetjeve fosfate, nitrate që janë nga ujrat e ndotur, të cilët patjetër që krijojnë atë aromën e pakëndshme, por aroma në vetvete është një substancë kimike që gjithashtu mund të dëmtojë shëndetin tonë. Zgjidhja duhet të vinte nga impjanti i trajtimit të ujrave të ndotura në Kashar. Një investim që duhet ta pastronte Tiranën, por që sot mbetet një kantier i papërfunduar. Impjantet e trajtimit të ujrave të përdorur janë detyrim ligjor që i takojnë bashkisë, sigurisht, në bazë të ligjit organik të funksionimit të tyre. Rasti i Tiranës është një rast që dihet nga të gjithë, pra impjanti pritej që të vijë në punë që në vitin 2018, po siç janë këtu në Shqipëri nuk është vënë në punë, siç është edhe rasti ku diun i trenit e i shumë projekteve të lëna rrugës. Impjanti i Kasharit me vlerë prej 81 milion euro u financua përmes një kredi të butë nga Banka Japoneze për bashkëpunim ndërkombëtar. Deri në ndërprerjen e kontratës në vitin 2018 ishin kryer rreth 70% e punimeve dhe ishin shpenzuar rreth 56 milion euro. Pas ndërprerjes, shteti shqiptar u përball edhe me një faturë prej 13.5 milion euro dëmshpërblim pas vendimit të gjykatës së arbitrazhit. Ujrat duhet të trajtohen, jo vetëm në Tiranë, po kudo në Shqipëri. Për fat keq, nga 61 bashki që ne kemi, me gishtat e dorës janë ato bashki të cilat i trajtojnë ujrat në mënyrë efektive. Edhe Tirana nuk është më mirë në këtë aspekt. Pra ujrat kështu të ndotura siç vjen, përzihet me ujrat e lumit të Tërkuzës, të Gjollës, të Tiranës. Dhe i gjithë pellgu i Ishnit pastaj është ai që është një nga lumenjt më të ndotur në Shqipëri. Sot, në vend të një impjanti që duhet të trajtonte ujrat të ndotura, Kashari mbetet një kantier i braktisur. Ndërkohë, ujrat e ndotura derdhen drejt Lanës, lumit të Tiranës dhe më tej drejt Ishmit dhe Adriatikut. Ministria e Infrastrukturës thotë se projekti është drejt zgjidhjes dhe se procedurat të reja pritet të nisin së shpejti. Por derisa një impjant funksional të trajtojë ujrat e kryeqytetit, Lana do të vazhdojë të jetë dëshmia e një problemi të pazgjidhur.